Edi Rama erdhi në Shkodër si një person pa karakter dhe pa moral në vend që të shfaqte sado pak respekt për gratë dhe vajzat, ai shtuari gjuhën e tij. Pasi u detyruan me urdhër politik të mbushnin sallën në kundërshtim të plot me ligjin, gratë dhe vajzat e pranishme dëgjuan nga goja e kryeministrit batuta pa krip dhe nga më banalet. Ai në asnjë moment nuk reflektoi dhe nuk kërkoi ndjesë për mungesën e dorës qeverisë për 12 vite. Ai gjithashtu nuk di të kërkoi ndjesë për Flutra Bashën, viktimën e pafajshme e cila u vras së bashku me burrin e saj dhe 2 djemë të ri në masakrën e Dobraçit. Në asnjë moment Edi Rama dje nuk foli as për ata gra të Shkodrës dhe malësisë madhe që projekti i tij i kanabizimit i detyroi të braknisnin fasonerit dhe të hynin në shtëpi bari e parcela kanabisi. Edi Rama dje në Shkodër nuk kërkoi ndjesë për platformën e tij, hëngshin kokat e njëri tjetrit, që përgjaku Shkodrën nga Pedonalja deri në Dugaxhin, këlmend e fusharës. Edi Rama, Shkodrës, kryeqendrës së dijes dhe shqiptarisë i dha hijen e Palermos, të cilën e ekspozoi përballë gjakmarrjes dhe kanabisit, bandave që sundojnë dhe mungesës së sigurisë dhe lirisë. Si arkitekti dhe zbatuesi i shpopullimit dhe varfërimit të Shkodrës, Edi Rama duhej minimalisht të heshte dhe jo të tallej me dinjitetin e atyre grave dhe vajzave të detyruara të jenë në shkallët e pallatit të sportit. Shkodra fal, por nuk i harron emrat e atyre që e përgjaken dhe Edi Rama është në krye të listës. Me 11 maj, nënat dhe vajzat e Shkodrës do japin përgjigjen e merituar Edi Ramës dhe rilindjes. Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Mallshtore do triumfojë me 11 maj, duke i kthyer dinjitetin Shkodrës dhe gjithë shqiptarisë.